Tirana u kthye në kryeqendrën e Europës me samitin e 6 të Komunitetit Evropian, i cili çeli sesionin e parë të punimeve me pjesëmarrjen e liderëve kryesor politik të Europës. Pas ceremonisë së mikpritjes dhe fotos familjare, ata u drejtuan në shtëpinë e Europës të ndërtuar enkas në sheshin Skënderbej dhe të zbukuruar me vizatime të fëmijëve të Shqipërisë, e cila u kthye në simbolin e bashkimit për një Europë të re në një botë të re. Seanca e parë plenare u fokusua në sigurinë dhe qëndrueshmërinë demokratike të Europës, duke adresuar të dyja imperativat imediate, siç është mbështetja e Ukrainës në përpjekjen e saj për një paqe të drejtë dhe qëndrueshme dhe sfidat afatgjata, duke përfshirë mbrojtjen e proceseve demokratike nga ndërhyrja huaj dhe forcimi i aftësive të mbrojtjes kolektive të Europës. Në fjalën e tij të mirëseardhjes, kryeministri Edi Rama, përpara liderëve europian në komunitetin politik, theksoi rëndësinë që ka procesi i integrimit europian për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe ndërtimi një strategjie mbrojtjeje përballë kërcënimit që ka sot Europa në tërësi. Kjo Europë që në një moment të caktuar i dha jetë projektit më pa ngjashëm në historinë njerëzore, Bashkimin Evropian na mësoi se edhe ish armiqt mund të bëheshin bashk, edhe pse me plagë të hapura nga lufta dhe të krijonin një lidhje të përjetshme. Ata kthyen lumenjtë e vjetër të gjakut në rrugë të reja paqeje, duke rënë dakord se konflikti mund të zbutej vetëm përmes tregtisë, se tregtia e lirë është thelbësore për mendje të lira dhe se siguria nuk vjen nga rritja e kërcënimeve, por nga zgjerimi i të drejtave dhe mundësitë e barabarta. Ishte ajo Europë që na mësoi që në mes të konflikteve më të tmerrshme duhet të kemi besim te humanizmi i armiqve tanë, në të kundërt, ashtu siç na kujton Immanuel Kanti, kur armiqësitë degenerojnë në luftë shfarosjeje, e gjithë drejtësia shkatërrohet dhe paqja e përhershme bëhet barreza e njerëzimit. Armiqtë e paqes nuk duhet të na tërheqin me vete që t'u thurim lavdi armëve, këtu në Ballkan. I kemi mbijetuar luftës, bombave, konflikteve territoriale, shkatërimit e rënimit. E ka ndodhur gjatë jetës sonë, jo në ndonjë dokumentar të largët arkivës bardhëzi. E kemi mësuar se paqja nuk ka konkurrent. Më pas, liderët europian vënë theksin tek dy procese që mbeten themelore, paqja dhe siguria në rajon dhe mbi të gjitha puna që duhet bërë për sa i përket përmbylljes procesit të integrimit europian të Ballkanit. Në rast se nuk e bëjmë këtë, kështu do të minohet jo vetëm siguria e gjithë Europës dhe vendeve të tjera fqinja, por edhe autoriteti e saj. Europa duhet ja dalë mban për të thelluar, por edhe për të zgjeruar rrjetet e saj të tregtisë botërore dhe të begatisë. Nuk duhet t'i jepemi tundimit të proteksionizmit, por duhet kemi partneritete dhe duhet të shmangim mentalitetin me shumatoren zero. Dëshiroj gjithashtu të uroj Edin edhe për rizgjedhjen e tij tërësisht të papritur si udhëheqës këtu pra i qeverisë së Shqipërisë. Jam e kënaqur që Europa do të mund të mbështetet pikërisht tek këmbgulja dhe vendosmëria e tij. Pra, Shqipëria organizon komunitetin politik evropian për herë të parë dhe ky është një moment vërtet shumë i rëndësishëm, jo vetëm për kombin shqiptar, por edhe për të gjithë ne. Duke hequr barrierat tregtare, duhet të sigurohemi që kjo Europë e jona e madhe të jetë më e bashkuar ekonomikisht dhe nga pikpamja tregtare. Dhe kjo është ajo çfarë po bëjmë kur themi që kjo është edhe pjesë e diskutimeve midis BE-s edhe Mbretërisë Bashkuar. Ndërkohë që Edi dhe Aleksandri janë shumë përfshirë me rajonin dhe duhet bërë diçka më shumë edhe për integrimin rajonal, që duhet jetë një tjetër çështje e diskutuar, si edhe zgjerimi i BE-s.